Artikulli 2 ditëve më parë i publikuar nga Zëri raportoi se aktoria Nila Bisha ka paditur në gjykatën administrative, Këshillin e Ministrave, Kompaninë Apel dhe Akshin, duke kërkuar pezullimin e ministres së prokurimeve publike, Diella. Pas padisë së depozituar të aktores, ka reaguar edhe qeveria. Përmes drejtoreshës së Agjencisë për Median dhe Informimin, Manjola Hasa, qeveria bën të ditur se respekton të drejtën e çdo qytetari për t'u drejtuar drejtësisë, por pretendimet e ngritura në këtë rast i konsideron si të pabazuara. Sipas Hasës, Shqipëria është një vend i lirë ku qytetarët kanë të drejtë të ndjekin në rrugët ligjore kundër qeverisë, ndërkohë pritet që gjykata administrative të shqyrtojë kërkesën e depozituar nga aktoria për të përcaktuar nëse padia do të pranohet ose jo. Më 10 shkurt, Zëri raportoi padinë e aktores, ku kërkohet marrja e masës së sigurimit që mos të përdoret më imazhi i 57 vjeçares deri në përfundimin e procesit gjyqësor.